Kohët e fundit apo kena probleme me kreativitetin. Shpesh ndodh me ul edhe me punu diçka edhe bam, kanë kalu 3 orë tu scroll. Po nuk je vet, se as legjendat e muzikës nuk i kanë shpëtu kësaj anomalie. Herbie Hancock, një prej muzikantave më të mëdhenj të gjitha kohërave, së fundmi ka kallëzu pse nuk ka nxjerrë album për 15 vjet. Krejt shkaku i YouTube-it. Në vend se me kriju muzika, i ka hup orë tona duke shiku video për teknologji, shëndet edhe thjesht nuk është nal. Normal që ka edhe artistë të tjerë që kanë luftu me shpërqendrimet e tyre, si Nicki Minaj në vitin 2018, kur i ka deaktivizu rrjetet për me u fokusu në albumin e saj më të ri. Ed Sheeran gjithashtu në vitin 2019 për një arsye tjetër edhe më thjesht, për me jetu jetën sepse ekranet po ja marrin kohën. Një person mesatarisht i kalon gati 3 orë nditjen rrjete sociale. Po menoj një person normal, jo në e ti. Ky është një problem i kohës moderne. Nëse ke up orë të tona tu scroll, në vend se me u marrë me ëndrat e tua, je në të njëjtën situatë. Po qysh thojnë, çdo problem e ka një zgjidhje. Mund është me vnu limite kohore në aplikacione, me përdor do not disturb kur punon, me që aktivizu autoplay-in edhe rekomandimet, se e di që ti nuk din më unal, edhe normal si një fëmijë i vogël e cakton orarin pa teknologji. Qështu është jeta, do se ne kontrollon, do jo. Kështu që kontrolloja aki follow Urban FM në krejt platformat sociale edhe gjithashtu subscribe në YouTube.